Copa suvaj shkëputen, nga pallati 22 katësh në Durrës dëmtohen automjetet e parkuara. Një ngjarje shqetësuese raportohet të ketë ndodhur në qytetin e Durrësit, ku copat mëdha suvaju shkëputën nga një pallat banimi 22 katësh i cili ndodhet përballë portit. Sipas banorëve, 10 katet e sipërme të ndërtesës janë të papërfunduara dhe të pambuluara nga firma ndërtuese, gjë që rrit ndjeshëm rrezikun për ata që jetojnë aty dhe për qytetarët përreth. Sipas rënies së Suvas, u dëmtua një automjet i parkuar poshtë hyrjes pallatit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Banorët e pallatit janë në panik pasi rreziku për jetën është prezent çdo ditë, duke qenë se katet që janë ende të papërfunduara janë në gjendje të amortizuar. Banorët e zonës kërkojnë ndërhyrjet menjëhershme nga autoritetet përkatëse, duke theksuar nevojën për inspektime të rregullta dhe restaurime të domosdoshme në mënyrë që të shmangen ngjarje të tilla që mund të rrezikojnë jetën e njerëzve.